Shumë të mirë se erdhët në përballje, unë jam Muhamet Hajrullova. Po vazhdojmë me një cikël tjetër të intervistave politike në kuadër të asaj që na presin zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Atëherë, sot do të flasim me zotrin Alban Zogaj, i cili është antar i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëherët është edhe nënkryetari i Komunës së Prishtinës, cila është alternativa e Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet parlamentare që do të vinë. Pse sipas LDK-s, Lumer Abdigjiku është kandidati më i mirë që duhet të votohet në zgjedhjet e ardhshme, cila është plani i Lidhjes Demokratike të Kosovës, po kryesisht plani ekonomik dhe pse duhet të votohet kjo parti. Zoti Zogaj, mirë se erdhët. Faleminderit shumë. Më vjen mirë që po diskutojmë në këtë cikël të intervistave parazgjedhore me përfaqësues të partive politike. Ju jeni nga Lidhja Demokratike dhe keni para vetës edhe programin politik LDK-s në zgjedhjet e shkurtër 2025. Pse zoti Lumer Abdigjiku dhe LDK është alternativa më e mirë për zgjedhjet 2025? Beti, të falenderoj shumë, edhe shpesh jam të thonë, edhe du me fillu edhe këtu intervistën me këtë thënje. LDK për momentin është partia më e pregarditur politike për zgjedhjet e nënshkurtit. Dhe këto e thon me bindje të plot, duke pas parasysh që ne jemi partia e vetme me plan edhe me projekt në tavolinë, sikurse e kam edhe sot me veti këtu. Pra e vetmja parti që e ka një projekt serioz para vetes, të gjitha partitë tjera do të përgatiten për zgjedhje tek tash. Asnjëra akoma nuk e ka një projekt të tillë të përgatitur për zgjedhjet e nënshkurtit. Tjetra pse e them vazhdimisht që jemi shumë të përgatitur është që i kemi përfunduar krejt zgjedhjet e brendshme, strukturat, i kemi të gjitha degët e nëndegët të gatshme për një kampanjë edhe për zgjedhje të suksesshme të nënshkurtit. Por në anën tjetër, e kemi edhe një kandidat për kryeministër, i cili mendoj që është kandidati më i mirë që mundet me pas vendi aktualisht për kryeministër. Një ekonomist, një profesionist superior, i cili edhe ka tregu me vepra, i cili ka tregu me plane, me projekte, që mund të jetë një prej kryeministrave më të mirë që mund t'i ketë vendi në këtë kohë. Ato e ka tregu edhe në kohën kur ka qenë ministër, kom pas fatin edhe unë me qenë në Ministri të Infrastrukturës. Lumiri është menaxher i projekteve të mëdha kapitale, gjatë të cilin ne nuk jemi duke e pa tash tek kryeministri aktual. Lumiri është menaxher i projekteve, është menaxher i një programi i cili implementohet me efikasitet të lartë. Jo politikan i demagogjive e i fjalëve të thota e boshe, e jo politikan i themi kështu vetëm i bisedave, e i orientimit ka çështjet ballkanike e mëtutje. Ju lash qëllimisht fillim për me prezantu le të themi vizionin e LDK-s me shkurtazi dhe të kandidatit tuaj zotit Lumer Abdigjiku. Për me qenë intervista ma proaktive, do të shkojmë me pyetje, përgjigje më të shkurta dhe përgjigje më të shkurta. Pra, ju po thuani që Lidhja Demokratike e Kosovës ka programin më të mirë politik, sepse ka punu gjatë, ka bërë reforma brenda listës, e cila do të ofrohet me kandidatët për deputet në këto zgjedhje, por edhe keni kandidatin serioz, jo demagogjik, keni profesional, shtu thatë. Pse po mendoni kështu? Është kjo qeveri demagogjike, është zoti Kurti demagogjik, është kjo qeveri e cila nuk ka arrit gjatë kësaj periudhe ta çojë Kosovën para? Shqyqërin, që se ndalemi dhe analizojmë 4 vjeçarin e kësaj qeverie, ne e shohim një mospun të jashtëzakonshme. Qeveri me 12 miliard euro buxhet në 4 vite, pra 4 vite nga 3 miliard euro buxhet mesatare, e pa asnjë shenjë në ekonominë e Kosovës. Absolutisht asnjë shenjë nuk e kanë lënë në këtë mandat. Do me thonë as urën tek Badovci atje nuk kanë qenë gjendje me përfundu. Unë personalisht jam i habitun me kaq pak punë të kësaj qeverisje.
Pra nuk janë marrë me pjesën, as pak me pjesën e mbrëmshme të Kosovës edhe pjesën e ekonomisë e zhvillimit. Kjo qeveri është marrë kryesisht me veriun dhe me dialogun me Serbinë. Pavarësisht që kryeministri ka theksu vazhdimisht që është prioriteti jemi 7 apo i 8, thoshte një kohë dialogu me Serbinë, ai dul tjetë prioriteti i parë dhe i vetëm. Sepse asnjë projekt tjetër kjo qeveri nuk e ka përfundu brenda këtij mandati. Do me thonë, e të mërshme, sa jo efikas, e sa të papunë në përgjithësi kanë qenë. E ky do t'jetë ndryshimi me ne. Pra, para se me artë të ndryshime të shpalosja pak e programet në fushat specifike, sepse do të kemi mundësi gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm për me shku me zbërthy, por ju po thuni që e thatë në aspektin politik qëndrimin e LDK-s dhe alternativën, por edhe në atë në vizionin të asaj që ju mendoni se e ofroni me program. Thatë gjithashtu që kjo qeveri ka stagnu në projektet e mëdha. Unë e di ju kam përcjell edhe në vazhdimsi edhe në relacionin komun niveli qendror në projektet e mëdha. Ku janë le të themi dështimet kryesore të kësaj qeverise në politikat e zhvillimit ekonomik në vend, sepse ka pas akuza dhe kundër akuza dhe sot, edhe me zyrtarëve të LDK-s, deputetëve, edhe qeverisë, sa i përket punësimit, sa i përket numrave, sa i përket gjithashtu çështjeve që kanë të bëjnë me projekte ekonomik. Kemi zotin Hoti, zonjën Hikmeti Barami si deputet, kemi ju, kemi kryetarin e LDK-s, pra ekonomistë të fushës të cilët në vazhdimsi janë në përplasje të madhe sa i përket shifrave zhvillimit ekonomik. Tash, qytetari thjesht e ka me dyshen. Kuj duhet t'i besoj? Kush e ka të vërtetën? Cila është të vërteta sipas LDK-s? Nëse qytetari i Kosovës ka interesim me pa ekonominë e këtij vendi, ekonominë e Kosovës, duke u zhvillu, atëherë duhet me ju besu ekonomistëve. Edhe ekonomistëve më të mirë të këtij vendi. Ne themi vazhdimisht dhe nuk ka nevojë nuk ka nevojë me theksu. Ekonomistët më të mirë vendit janë në LDK, pa asnjë dyshim. Kanë parti tjera? Ka edhe parti tjera ekonomistë, patjetër, por ekonomistët më të mirë vendit janë në LDK dhe kjo është e njoftun. Profesorët, doktorët e shkencave, absolutisht. Zoti Kurti kishte ironizuar dje me doktorët e LDK-s, dorën zamor në atë vidon për çështjen e Doracakëve, tha doktori Hikmeti Bajrami. Nuk ka ikë i ka thirr me titujt cilët ata i kanë edhe i meritojnë. Ajo ke ironizim, i ka thirr me tituj, po ke një farë ironizimin kuptimit që ju ka ikë Doracaku doktorëve. Po, por Doracaku ishte i ditëve të fundit, edhe është publiku në ditët e fundit, edhe po është bë temë në ditët e fundit. Andaj edhe duhet shpjegimet me u dhonë prej qeverisë aktuale. Shumë punë mujnë me u fillu vite përpara, por kur të finalizohen, ai që ja jep finalen një dokumenti të caktuar, ajo është përgjegjësi për dokumentin. Por për me u kthy te pjesa e ekonomisë. Pra, fokusi edhe i programit tonë, po edhe fokusi i LDK-s do të jetë kryesisht zhvillimi i vendit, fuqizimi i vendit në çdo sferë të jetës. Ne po konstatojmë me bindje të plotë që Kosova ekonomikisht, po edhe në rrafshe tjera, sidomos në rrafshin e politikës të jashtme, edhe të partneritetit me partner tonë kryesor, kur nuk ka qenë në nivele më të ulta. Për ta kthyer ekonominë në zhvillim trajektore pozitive, duhet investime dhe shpenzim. E asnjëra nuk ka ndodhur me këtë qeverisje. Shigjoni, unë shpesh kam takime të shumta me bizneset, edhe të Prishtinës, me qenë se jam në Prishtinë duke punu vazhdimisht, por edhe me bizneset e qyteteve tjera të Kosovës. Ka mungesë të madhe të qarkullimit të fondeve, ka mungesë të madhe të qarkullimit të keshit, ka mungesë të madhe të qarkullimit në ekonomi. Një ekonomi e cila nuk lëviz, e cila nuk qarkullon, ajo ekonomi ngec, dhe kjo ka ndodhur me ekonominë e Kosovës. Andaj ne do ta kthejmë këtë trajektore. Ne do të investojmë. Këtu te kjo çështje, domethënë konstatimi i gjendjes është kjo sipas jush dhe shumë njerëz e shohin në jetën e përditshme, kur shkon në shitore, unë e thjeshtoj kështu për me kuptuar njerëz, me 50 euro para 3 vjete, që dal me 5 kese,
ndërsa sot del me dy kjese dhe shen çka ke bli. Matematika më e thjeshtë është kjo, s'ka ndaj zbulim sepse këtu e shen realisht. E thatë shumë bukur dhe kjo është edhe problemi i inflacionit për cilin ndoshta edhe do të flasë. E këtu po du më ndonë, do më thonë, tash te programi, kjo që e kemi na para vetës këtu, edhe ku ka me qenë ndryshimi i LDK-s nëse vjen në pushtet me këtë që është sot. Do më thonë, ku është dallimi për me kuptu lexuesit dhe shikuesit të kësaj. Ja me pak fjalë. Ky program parashe 5 miliard euro investime për një mandat. 5 miliard euro meti investime. Gjë e cila s'ka ndodhur në këtë mandat gjithsesi. Ku i marrim zoti zoga këto? Buxheti i Kosovës është rreth 3 miliard euro po e thjeshtëzojmë. Në logjikën ekonomike, buxhetet zakonisht ndahen në 3 shtylla të mëdha. 1/3 e buxheteve shkon në paga, gjithmonë, dhe kjo ndodh me të gjitha vendet e botës. 1/3 e buxheteve shkon në investime kapitale dhe 1/3 tjetër shkon në mallra dhe shërbime apo mirëmbajtje të shtetit. Andaj ne këtë logjik do ta implementojmë. 1/3 e buxhetit do të na shkojë në paga dhe do t'i rrisim pagat, sepse aktualisht nuk shkon 1/3 e buxhetit në paga. Pra ne po themi që ka hapësirë dhe 30% të këtij 3 miliardësh, 3.4 miliardësh do ta orientojmë drejt pagave dhe do t'i rrisim pagat në mandatin ton me njëherë. Lumiri vazhdimisht ashtu e thon, javën e parë të punës që tulemi në premtimi i madh që zoti Zogaj. Absolutisht. Është premtimi i madh, javën e parë nuk mund. Në javën e parë çysh ka rishikimi, çysh bëhet. E bëjmë rishikimin shpejt, e marrim vendimin në javën e parë të qeverisjes. Pra shkojmë në kryeministri. Për dikon që s'është ekonomist, për ekonomistat po është edhe më vështirë, po për dikon si unë që s'është ekonomist, po thotë, ka dalë, ç'është ndodhur si kjo? Vendim është ky. Vendim qeveritar. Absolutisht. Dhe fondet ekzistojnë, krejt çka duhet është një vullnet politik, edhe një vendim i madh politik ekonomik. Dhe këtë vendim të madh politik ekonomik ka me marrë kryeministri Lumir Abdigjiku javën e tij të parë. Çit 5 miliardë, se kuptova. Si bëhet kjo? Ky 5 miliardë është faktikisht 4 vite nga 1.2 miliardë euro normalisht në një mandat. Pra në një mandat ne do të investojmë 5 miliardë euro investime kapitale. Në projektet mëdha, këtu në këtë program, në programin Rruga e Re, i kemi 120 projektet mëdha kapitale. 120 projekte, 5 miliardë euro. Okej, 120 projekte, 5 miliardë euro. A muj me zbërthy pak sepse gjatë kësaj periudhe shumë njerëz ka pas kritika me të drejtë sa i përket investimeve të mëdha. Dhe qeveria është kritikuar për një farë lloj shtrëngimit të kuletës së buxhetit të Republikës Kosovës. Sidomos 2 vitet e para, kur fare nuk ka pas qarkullim, edhe sot janë pasojat, tash në fund të mandatit kemi një lëshim të motorit të kësaj kulete, po personalisht mendoj që është pak vonë, sepse do është ma herët për mu zhvillu, sepse në fund ditës zhvillohet Kosova e jo kompanit private që marrin të ndjera. E tash, si e keni pa këtë stagnim të investimet kapitale si lidhje demokratike Kosovës dhe cila ka me qenë që ajo ndryshime, do më thonë që ju po e përmendëm me 120 projekte? Investimet kapitale në këtë mandat kanë qenë në nivelet më të ulta, të mundshme. Dhe kjo ka bë që një pjesë e madhe e parave të qeverisë në besin të pashpenzuara. Dhe kjo është ajo që ju po e thoni ai shtrëngimi. Dhe arsyetimet gjatë viteve, edhe prej Ministrit Financave, po edhe prej Kryeministrit kanë qenë edhe po kursejmë në fonde. Do me thonë, kursimi si mburje në buxhetet e qeverisë është gabim fatal. Që ne kundërshtojmë, që kursejnë fondet qeveritare, buxhetet duhet me u shpenzu. Besa ne po shkojmë edhe një haptutje. Ne përveç që duhet me shpenzu buxhetin, duhet edhe me hy në borxhe të reja. Sepse ky vend ka nevojë për zhvillim. Dhe ne kemi mundësi edhe me hy në borxhe të reja, sepse borxhi publik i Kosovës është nivelet më të ulta të mundshme. E na lejohet me hy në borxhe të reja. Kështu që do të hyjmë borxhe, do të financojmë projekte kapitale, siç është për shembull termocentrali me gaz. 500 milion euro është një prej projekteve kryesore të këtij programi. Do ta financojmë dhe do ta paguajmë për një periudhë caktuar kohore, qoftë edhe prej gjeneratave që vinë pas nesh, sepse termocentrali ka me u shfrytzuar edhe prej gjeneratave që vinë
pas nesh. Andaj edhe ata duhet me pagu për projekte të tilla. Përveç projekteve energjetike, kemi edhe shumë projekte të rrugëve. Për shembull, një zotim i madh i këtij programi është që të gjitha rrugët e mëdha të Kosovës do t'i përfundojmë brenda 3 viteve të para. Që nën kupton. Rruga Prishtinë-Mitrovic do të përfundohet me njëherë. Rruga Prishtinë-Podojev do të përfundohet me njëherë. Ata janë shumë larg. Po larg janë. Mirë, une e shoh se unë udhtojmë çdo ditë, rruga Prishtinë-Gjilan, autostrada. Rruga për Gjilan tha subo, rruga për Mitrovic nuk e dim, mas 20 vjet më në fund ndoshta po përfundon. Ministri, sepse duhet me e marr këtë shembull. Ministri doli me një deklaratë skandaloze. Thot, po pritoj me fol për rrugën Prishtinë-Gjilan. Domethënë ajo është i dorëzuar. Ai priton me hy në bisedën e rrugës edhe të autostradës Prishtinë-Gjilan. Sepse aty ka probleme, normalisht që ka probleme, por ato probleme duhet me u zgjidh prej politikanëve, duhet me u zgjidh prej udhëheqësve. Shiqoni, ne atëherë me ministrin Lumir Abdixhiku, ministri i infrastrukturës. Unë isha shef kabineti. Rrethin e Veternikut e kemi kry në afat rekord, për një arsye të vetme, me vullnet të jashtëzakonshëm politik e profesional. Në komunikim të drejt për drejt, vazhdimisht me ekipet tona dhe me firmën ndërtimore, edhe i thamë, kjo punë duhet me u kry në këtë afat. Çka duhet ty? Thamë, unë duhet pagesat. Në rregull, pagesat do t'i kesh, mbikëqyrjen do t'a kesh, rrugën edhe urën e Veternikut, ndoshta ju kujtohet në vitin 2021. Urën e Veternikut keme e kry në afat rekord edhe është kry në afat rekord. Me atë logjik, do t'i përfundojmë edhe krejt rrugët tjera të cilat kanë mbetë në gjysmë dhe është katrahur. Ja, tash këtë javë udhtova për Podojeve, kishim një tubim të madh të LDK-s. Rruga për Podojeve është rrugë e cila përveç që është skandaloze për momentin, është edhe me rrezik të lartë për qytetarët që lëvizin aty. As ka siguri, as ka natën është krejtësisht terr, ka gropa të mëdha, siguria e punimeve është skandaloze. Pra është një punë e lënë komplet në gjysmë. Zotimi jonë për 3 vite do t'i përfundojmë krejt këto rrugë të mëdha, duke përfshi edhe rrugën Prishtinë-Pej. Zoti Zorga, gjatë kohës së fushatës do të kemi kohë për shku për tema dhe për fusha specifike. E nisu me lidhjen demokratike Kosovës, me kandidatin, me propozimin e juaj për kandidat për kryeministër dhe për përfundojmë me këtë. Unë kam parë edhe këtë turin nëpër komunat e Kosovës, sa i përket listës së kandidatëve dhe pritjet që mund të ndodhen. Cilat janë realisht pritjet e lidhjes demokratike sa i përket zgjedhjeve të ardhshme. Sepse ju e dini, sondazhet kanë në vazhdimsi, numra kanë në vazhdimsi, dikush do të fitojë në fund të fundit, njëna prej partive politike të Kosovës do të jetë fituese. A ka vijat kuqe për lidhjen demokratike të Kosovës sa i përket bashkëpunimit në një qeverisje të ardhshme me KD, nga lëvizjet vendose deri te partia më e vogël në Kosovë? E përmendet turneun e ndryshimit. Ne kemi filluar një turne të ndryshimit që është në fakt një parafushat dhe jemi duke i vizituar të gjitha qytetet e mëdha të Kosovës, ku vrehet një entuziazëm i jashtëzakonshëm për LDK, një disponim shumë i mirë, një qef i madh me një fjalë. Pra strukturat tona, absolutisht, qytetarët të qyteteve të ndryshme të Kosovës po vinë në tubime të mëdha të LDK-s për ta ndëgjuar kryeministrin e ardhshëm të këtij vendi duke e shpalos programin politik. Kjo vrehet meti, vrehet në kampanjë. Andaj ne jemi shumë pozitiv për zgjedhjet e nënshkurtit. Trajektoria, trendi i LDK-s është në ngritje dhe kjo ka shumë rëndësi në politikë, pra ne po rritemi, jemi në ngritje vazhdimisht, kurse trendi i vetvendosjes është në rënje sipër. Pra kështu po shkojmë shigjetat. Kështu? Absolutisht. Ktu jam i bindur. A ka vijat kuqe? Ne hyjmë zoti Zoga. Për të fituar zgjedhjet.
Absolutisht, se cila parti kështu po më thotë në intervistë, na jemi me fitu. Vija të kuqe dhe çfarë është e kemi një qëndrim shumë të qartë politik. Nuk është shumë larg, po nuk është as shumë afër. Domethënë na jemi të fol për shkurtën me 10 shkurt 2025, çomë më Ne e kemi një qëndrim shumë të qartë politik. Do të qeverisim me Lumir Abdigjikun kryeministër dhe do të qeverisim për ta implementuar programin Rruga e Re. Kush don me ju bashku Lumir Abdigjikut kryeministër dhe programit Rruga e Re janë të mirësorë. Domethënë ky është qëllimi dhe synimi. Ky është edhe është qëndrimi i qartë. Pra, pa Lumirin kryeministër, ne nuk do të jemi në qeveri. Ne jemi në qeveri vetëm me Lumirin kryeministër. Nuk ka ma qartë dhe ma thjesht se ky qëndrim që e kemi të qartë në tavolinë. E qartë, po besoj që pa Lumirin, LDK nuk do të jetë në qeveri. Kështu e kuptova dhe kështu është qëndrimi. Zoti Zogaj, faleminderit shumë për kohën, do të kemi mundësi, do të diskutojmë sërish për shpalosin e programit në kohën kur jemi në fushatë zgjedhore. Kjo është para fushat, janë intervista të cilat unë po realizoj në kuadër të asaj se cilat janë qëndrimet, problemet dhe pasaj do të fokusohemi në fushat kështu konkretisht të zyrtarisht. Faleminderit shumë. Shumë nderuar ishe me Alban Zogaj, antari kryesisë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, me cilin folëm për planin, zhvillimin dhe pritjet e kësaj partie për zgjedhjet e ardhme. Shihemi në intervista tjera të radhës.